Ky emision mundësohet nga Pasarela, stili juaj. Përshëndetje të dashur miq të emisionit Ngjyra. Këtë të premte ne kemi përzgjedhur të flasim për një temë sa të rëndësishme, aq edhe delikate. Do të flasim për sindromën Down dhe për një shoqatë e cila ka filluar të themelohet tashmë mbi persona dhe individët, kryesisht për fëmijët me këtë sindrom. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në panelin tim zonjën Lindita Senia, është drejtore ekzekutive e qendrës Future for You, e ardhmja për ty. Entela Amiti, mjeke e përgjithshme, Silver Mançka, psikolog, si dhe Amer Senia, djali i zonjës Lindita, i cili është edhe piknisja e kësaj shoqate. Apo jo, Lindita? Lindita mund të na flasi dhe do na flasi gjithësisht mbi idenë se si lindi ideja për të krijuar këtë shoqatë. Entela, ju falenderoj për ftesën. Sepse vërtet media ndihmon shumë në përhapjen e mesazhit dhe misionit që ne kemi, por para se të flas për qendrën do flas se si lindi ideja dhe frymëzimi nga piknisja e hapjes së qendrës. Pikërisht frymëzimi ndodhet këtu midis nesh, është Amri, është fëmia i tretë, vjen mbas dy fëmijësh, vllajt dhe motrës, dhe është i lindur i prekur nga sindroma Down. Për mua ishte ashtu si për çdo prind, pritja e Amrit ishte e dëshiruar e shumë pritur, por që në ditët e para mbas lindjes u vënë re, duke qenë se isha nën për herë të tretë, vija re tek Amri tipare dhe sjellje që nuk e kisha vënë re tek dy fëmijët e tjerë. Ju nuk kishit, më fal që të ndërpres, nuk kishit të bërë egot më parshme, nuk ju kishin thënë? Jo, kisha bërë kontrole dhe egot rutinë, po që ishte një shtatzani shumë e mbarë, egot dilnin shumë mirë, zhvillimi shumë i mirë i Amrit, por që sepse edhe vetë sindroma Down nuk është aq e lehtë sa të kuptohet nga egoja. Janë një sër analizash që duhen ndjekur para që të rezultojë dhe të verifikojë sindromën Down. Dhe edhe vetë ne si prindër nuk është se e kishim si ide apo e kishim menduar që mund të kishim një rrezikshmëri për të pasur një fëmijë të tillë, por që ja që ndodhi. Sepse në fakt rrezikshmëria, doktoresh, të kalojmë bisedën tek ju, nuk mendoj se ndoshta mund të parandalohet lindja e një fëmije me këtë sindrom? Doja të falenderoja një herë Linditën, që ka gjetur një forcë shumë të madhe që ta përballoj, pasi është e vështirë në këtë shoqëri që të jetojmë, që të pranojmë njerëz ndryshe. Ne është një shoqëri e egur ku duhet të jesh ndoshta aftësi maksimale dhe Lindita ka pasur një vullnet jashtëzakonshëm dhe i këmbgule për ta ndihmuar Amrin në çdo hap që ai hedh. Dhe unë e falenderoj që merret me Amrin dhe kujdeset. Amri është shumë pranë jush, ju keni qenë... Po, unë jam doktoresha e ndjek Amrin edhe mezi pres që Amri të më vi, për vetë natyrën që Amri ka, është fëmijë shumë i qeshur edhe cil shumë gëzim. Nëse e shikon me atë syrin jo të një fëmijë që ka një problem, po një fëmijë të veçantë, që nuk ndoshta i ka syt pak më të afërt apo ka një pamje pak më ndryshe nga ne, por Amri është një fëmijë me të vërtet shumë i veçantë. Sindroma Down është një sindrom që është e prek fëmijën që në piknisjen e tij, që në zanafill, që në krijimin e embrionit. Dhe është një sindrom që nuk i është gjetur shkaku. Ka shumë studime ku thuhet që mund të vijë nga rezatimet, nga trashëgimia, po jo, deri tani nuk është vërtetuar asnjë problem që mund ta shkaktojë sindromën. Në 98% të rasteve, me sindromën Down nuk është gjetur
një zanafil gjenetike, për shembull që të kemi një të afërm në familjen tonë, një kushuri, diçka. Jo, sindroma Down ndodh. Dhe i është vënë në thonjza një epitet që është një lindje natyrale. Pra një herë në kaq lindje mund të ndodhi një lindje me këtë sindrom. Sindroma Down është një gabim gjenetik. Kur një fëmijë konceptohet, kur gjysmën e materialit gjenetik nga nëna, që janë 23 kromozome, dhe gjysmën e materialit gjenetik e merr nga babai, që janë po 23 kromozome. Mund të qellosh një nga këto qelliza, o në vezën që jep nëna, ose në spermatozoidin që jep babai, një kromozom është tepër, dhe ndodh në çift. Ne në mjekësi formojmë atë që quhet kalotipin e njeriut. Në një fush shohim të gjithë çiftet kromozomike që merren nga nëna dhe nga babai, dhe në kromozomi 21 nuk shohim më 2, pra një çift, por shohim 3. Dhe kjo është sindroma Down. Për sa i përket parandalimit, që Lindita thotë që unë kam bërë eko dhe normalisht dalin normal. Ekoja është një gjë subjektive, që është një eko e veçantë, që quhet eko morfologjike, e cila arrin që të kap sindromën Down, por jo gjithmonë në mjekësi 1 dhe 1 bëjnë 2. Që të themi që e bërëm eko dhe eko doli normal e çdo gjë shkon normal. Eko morfologjike bëhet në javën e 18 të shtatzanis deri në javën e 20, pasi atëherë është kontakti më i mirë i bebit me sipërfaqen e barkut të nënës, ku mund të dallohen më shumë tiparet, për shumë tiparet karakteristike që kanë këta fëmijë, që janë syt si bajame të tërhequr, me një hund të vockël, dallohet duart që janë më të trasha dhe më të shkurtra, karakteristika qafa më e vogël, por që vetëm në këtë lloj ekoje mund ta dallosh sindromën Down. Janë disa analiza që bëhen në javën e 15. Analiza e gjakut që quhet TRIPS, janë disa proteina specifike, të cilat dalin më të larta në sindromën Down. Dhe mund të dyshosh që ky fëmijë ka këtë sindrom, por jo 100% edhe kjo lloj analize. Ajo që vën një diagnozë 100% është amniocenteza. Amniocenteza është një analizë invazive që bëhet e nëna, merret material nga lëngu amniotik kur rrotullohet fëmia. Dhe shumë nëna kanë të vështirë ta pranojnë ta bëjnë amniocentezën pasi edhe ajo ka risqet e veta. Merret lëngu dhe qelizat e lëkurës të bebit, të cilat deskuamohen gjatë jetës të tij brenda në barkun e nënës, bëhet kalotipi dhe shikohet a i ka të gjitha çiftet kromozomike normal, dhe i thuhet prindit pastaj se çfarë pret në të ardhmen dhe i lihet në dëshirën e tij për të vendosur në do ta sjellni në jetë një fëmijë të tillë ose jo. Lindita, ju nuk treguat që nuk e keni ditur, por nëse do ta dinit, çfarë veprimi do ndërmernit? Ju besoj nuk keni qenë të informuar në atë kohë, kaq sa jeni sot mbi fëmijët me sindromën Down. Nuk e kisha informacionin, siç na kishte ndodhur që të shikonim ndonjë emision te kanalet e huaja, por që nga afër nuk kisha parë raste dhe nuk kisha informacion. Por nuk e di si do të vendosja, po besoj se patjetër që do ta mbaja. Aborti nuk do të ishte zgjidhja që do të bëja unë. Sa është tepër kur kemi një amër kaq të mirë. E siç e shikoni edhe vetë, nuk ka ndryshim nga fëmijët e tjerë, është shumë aktiv, qesh, qan, luan, i notoset. Është e njëjta proces rritje tek të gjithë fëmijët me sindromën Down? Sindroma Down është e kategorizuar në 3 kategori. Pra jo të gjithë fëmijët kanë të njëjtën trashëgimi. Ka disa fëmijë, siç është dhe Ameri, se ne kemi bërë analizën e Amerit në Itali, kemi pas mundësi që ta çojmë, dhe quhet trizomia mozaik, ku disa qeliza Ameri ka normale, ka me 46 kromozome si gjithë ne, dhe disa qeliza të tjera e Ameri ka me 47 kromozome, pra me një kromozom më tepër. Por sindroma Down ka një karakteristikë që nëna nuk duhet ta trajtojë si fëmijën e tjerë, domethënë që aftësohet më shpejt, por me një këmbgulje shumë të madhe, duke i bërë disa specifika. Për shembull, këta fëmijë kanë një problem me tonusin muskular, që nënat e vënë re që në ditët e para janë më të plogësht, nuk është se lëvizin shumë, janë më të përgjumër. Shenja që Lindita më thoshte shpesh, me thënë të drejtën dua të bëj një parantezë, unë kam parë Amerin 2 muajsh,
edhe ma ka sjell Lindita për kontroll, pasi unë ndisha edhe 2 fëmijët e tjerë të Linditës. Pra kur e pash Amerin për herë të parë, unë dyshova për diagnozën. Por t'ja thuash një prindi që fëmia jot vuan nga sindromi Down, as më tepër kur prindi nuk është i përgatitur. Ne nuk kemi një shoqëri e cila të ketë një uri mjekësore dhe të jetë e përgatitur për çdo problem që mund të ndodhi qoftë edhe në shtatzani. Ne nuk kemi një program ku nënës së re që pret të shpjegojmë që shikon se fëmia jot mund të lindi dhe me një problem, jo gjithmonë fëmijët vinë të shëndetshëm në jetë. Dhe Lindita, as mjeku ku Lindita ka lindur, nuk ja kishte treguar që fëmia kishte këtë sindrom. Zakonisht ne kemi një protokoll që duhet thënë nënës që në momentin e parë që është në martenitet. Megjithatë Lindita e vuri re, besoj. Lindita që diçka nuk shkonte dhe nuk ishte e njëjtë me 2 fëmijët e tjerë. Nuk komunikua nga mjeku apo mora informacionin ashtu siç duhej. Edhe për t'i me thënë të drejtën, unë isha shumë në dilemë që t'ja thoja Linditës që ky fëmijë ka sindromën apo jo. Dhe pranova të heshtja sepse duke qenë se Lindita më rinte dhe më shikonte gjithë kohën në sy, nuk gjeta kurajon dhe guximin që t'i thoja, edhe për shkak të afeksionit që unë kam me familjen e Linditës. Dhe kur e diagnostikuam Amerin me analizën që bëm, e vura me që kishte sindromën. Dhe unë fillova t'i flisja Linditës pak nga pak për problemet që kanë këta fëmijë. Siç përmenda është tonusi muskular, pra janë fëmijë më të plogësht, disa fëmijë ecin që 2 vjeç, ndërsa disa të tjerë duan 4-5 vjeç që të fillojnë të ecin. Kanë probleme me artikulimin e fjalëve. Pra, ata nuk arrin të artikulojnë atë që dëgjojnë dhe t'i përgjigjen asaj që dëgjojnë. Pra duan më shumë punë, më shumë këngulja, në mënyrë që Ameri të mësoj. Për shembull ti thuash mirëpav, të bëj me dorë si fëmijët e tjerë, duhet më shumë kohë që Ameri ta kuptojë dhe ta bëjë. Dhe më shumë stërvitja Ameri tani ka filluar që të thojë mirëpafshim. Apo jo Amer? Mirëpafshim Amer. Problemet e tjera janë të lidhura me sistemin kardiovaskular dhe me sistemin respirator. Këta fëmijë shpeshherë lindin me probleme të zemrës dhe me probleme të frymëmarrjes. Kanë probleme me tiroidën, shpeshherë kanë një prodhim të ulët të hormonit të tiroidës dhe pastaj çdo problem që lidhet në organizëm me tiroidën manifestohet e këta fëmijë. Pra do një këmbgulje shumë nga nëna që të kujdeset, të ditë gjithçka dhe nga mjeku që e ndjek dhe të parandalojë gjithçka. Gjithçka është parandalim tek këta fëmijë. Dhe qendra që ka hapur Lindita të synon që të ndihmojnë nëna të njohin problemet që fëmia i tyre ka, jo t'ja anashkalojnë. Gjithsesi të kalojnë pak te Silveri për të kaluar më pas më gjerësisht tek qendra për të pyetur doktoresha Entela na tregoi gjerësisht problemet shëndetësore që mund të kenë fëmijët me sindromën Down. Problemet psikologjike që mund të shkaktohen tek këta fëmijë, ndoshta dhe të lindura, por ndoshta edhe me kalimin e kohës. Në fundit shoqëria jonë, siç e tham, nuk është shumë e para përgatitur për të pranuar dhe për të mbështetur këta njerëz të ndryshëm. Unë doja ta nisja aty ku ti e mbarove, doja të flisja pak për shoqërinë. Shoqëria jonë është goxha e ndrydhur në pranimin e këtyre personave. Dhe normalisht që qendra jonë këtë ka si synim pra sensibilizimin e shoqërisë, por edhe përkrajjen dhe suportimin e nënave, që në momentin e parë që ato marrin lajmin për ardhjen në jetë të një fëmije me sindromën Down, sepse fëmijët me sindromën Down janë njësoj si fëmijët e tjerë, janë social sa fëmijët e tjerë, janë të mërziten sa fëmijët e tjerë, por ndryshimi këtyre është që këta duan më shumë përkujdesje. Duan përkujdesje nga ana e psikologët, nga ana e fizioterapistit dhe nga ana e logopedistit. Duan një përkraje dhe mbështetje të veçantë nga familjarët e tyre, por dhe nga personat që i rrethojnë, sepse deri më sot në shoqërinë tonë sindroma Down nuk është njohur pak ose është njohur as pak. Dhe sindroma Down është emëruar ose është vënë një emër prapambetje mendore, por nuk është analizuar se këta fëmijë janë fëmijë normal. Këta fëmijë kanë dhunti dhe bëjnë gjëra njësoj si fëmijët e tjerë, ka fëmijë nga këta që janë të rritur, tani më janë të rritur që mund të pikturojnë shumë mirë, mund të recitojnë shumë mirë. Pra,
specifika e tyre është thjesht tek tiparet dhe tek kromozoni që përmendi doktoresha. Asgjë tjetër nuk ka ndryshim. Domethënë janë njësoj si fëmijët e tjerë si nga ana psikologjike dhe nga ana fizike, me përjashtim të atyre gjërave që tha dhe doktoresha. Lindita, në ç'fazë është qendra në momentet që flasim? Atëherë qendra ka tani po bën 5 muaj që është hapur, është ngritur stafi i parë i punës që përbën nga psikolog, koordinatorë projektesh dhe punonjëse sociale. Është një staf që është vërtet për të falenderuar sepse janë bashkangjitur qendrës dhe punojnë në qendër edhe vullnetarisht, është dashur të punojnë dhe jashtë orarit, sepse kanë shpirtin human për të dhënë diçka për të ndihmuar në këtë me personat me sindromën Down dhe jam e sigurt që njerëz të tillë ka plot, por mungesa e informacionit bën të veçën dhe pikërisht ky është hapi i parë që ne kemi nisur punën, është shpërndarja e informacionit. Çfarë është sindroma Down? Dhe ne për këtë arsye kemi përgatitur dhe broshurën e parë të qendrës, që është një informacion i përgjithshëm rreth sindromës Down dhe gjithashtu rreth qendrës tonë dhe çfarë qendra jon ofron si fillim. Është një qendër që është në hapat e parë dhe ka nevojë për shumë mbështetje. Mbështetje nga institucionet, mbështetje nga komuniteti, por që edhe mbështetje financiare dhe nga donatorë të vendit dhe tuaj, që edhe ne të arrim synimin tonë. Synimi jonë primar është që të ofrojmë një shërbim terapeutik për fëmijët 0 deri në 5 vjeç, sepse nëse arrin të ofrohet ky shërbim dhe këta fëmijë e marrin plotësisht, atëherë për ta do jetë më e lehtë integrimi në shoqëri dhe më e lehtë pjesëmarrja në kopshte dhe shkolla publike. Përderisa ne kemi me ligj, pse mos bëhet realitet? Tu doja të shtoja diçka. Në gjithë shoqëritë e zhvilluara të botës, këta fëmijë shkojnë në shkolla publike. Pra nuk është se për këta fëmijë për shembull duhet një shkollë veçantë për njerëz me aftësi të kufizuara. Por atje punësohet, siç është dhe këtu në ligjin shqiptar, që punësohet një kujdestar i cili e ndihmon mësuesen gjatë orës së mësimit kur fëmia ka nevoja të veçanta, kur agjitohet ose kur mërzitet. Gjithë ka një kosto financiare. Në momentin që ne ndihmojmë fëmijën që në hapat e parë, që të rriti tonusin muskular me fizioterapi, ai bëhet një individ që mund të rezistojë për 4 orë gjatë mësimit, sepse këtë e ka marrë me kohë dhe është stimuluar me kohë. Nëse ne e mësojmë logopedisti, e ndihmon që të artikuloj fjalët, e ndihmon që ai të shprehë nevojat e veta, ne kemi një individ i cili është më i pavarur dhe nuk ka nevojë për shumë njerëz që të kujdesen për to. Dhe prandaj qendra ka një qëllim kryesor që të bëjë trajtimin nga 0 në 5 vjeç për ta aftësuar dhe për të arritur për ta bërë një individ i cili të përballet kushteve të shoqërisë sotme. Po, faleminderit dhe do të ndërpresim bisedën tonë për pak momente publicitet për të rikthyer sërish në pjesën e dytë për të folur më gjerësisht për qëllimin, synimet edhe ecurinë e kësaj qendre, pse jo edhe për personazhe të tjerë të cilët mund na bëjnë të njohur të ftuarit tan. Publicitet. Ky emision mundësohet nga Pasarela, stili juaj.